Duke filluar nga sot, qytetarët do të nxjerrin dokumente në Ministrinë e Punëve të Brendshme, pastaj tarifat administrative do të mund t'i paguajnë me kartela pagese, aty për aty, pa pasur nevojë të shkojnë me flet pagesa nëpër banka. Me shërbimin e ri, provizioni që paguhet për lëshimin e dokumentave është shumë më i vogël, varësisht nga lloji i dokumentave. Në Ministrinë e Punëve të Brendshme janë instaluar gjithsej 167 terminale, kurse numri i nënpunësve që dinë të punojnë me to është 170. Më parë ishte aplikuar edhe opsioni që taksat administrative dhe gjyqësore të paguhen me mesazhe SMS nga telefonat celular. Me një varg ndryshimesh mbi mënyrën e caktimit dhe të lëshimit të dokumenteve, mund të konstatoj se shpenzimet për nxjerrjen e dokumentave do të paguhen përmes terminaleve. Kjo u mundsua me ndryshim në rregullativën ligjore nga Ministria e Financave dhe me shpalljen e njoftimit publik, në të cilin u paraqiten bankat e interesuara si subjekte që do të bartin pagesën. Praktikisht është thjeshtuar shumë procedura për lëshimin e dokumentave, tha Gordana Jankulovska, ministre e Punëve të Brendshme.